dhe makineria e tij e propagandës për 69 ditë e kemi përmbysur këtë pushtet dhe këtë makineri propagande dhe kemi detyruar Edi Ramën që të ndjeki protestën dhe të reket për të kapur ritmin, një ritëm të cilin duket se e ka humbur dhe s'do e kapi kur, sepse në reken e tij për të kapur ritmin e protestuesve do të rrëzohet dhe do të largohet. Për 69 ditë janë munduar të imponojnë, janë munduar të intimidojnë, por nuk ja kanë dalë, sepse kjo protest po vazhdon, po qëndron, po reziston dhe po kërkon dorëheqjen e panegociueshme të Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Është shumë shpresdhënëse teksa e shikoj makinerinë e propagandës qeverisë që çdo ditë i ndryshon tezat sepse po i dështoj njëra mbas tjetrës. Së fundi po na akuzojnë pareshtur sepse që të heqim dorë nga gjua urrejtjes. Po a ka gjuhë urrejtjen të shesh? Po nëse gjuhë e urrejtjes është të përbuzësh korrupsionin, ne nuk do të ndalojmë së përbuzur korrupsionin. Nëse gjuhë e urrejtjes është që të kërkosh largimin e qeverisë më të korruptuar në Europë, ne nuk do të ndalojmë derisa kjo qeveri largohet. E nëse kjo qeveri nuk largohet, ne do të kujdesemi që të arëzojmë, sepse ne nuk e durojmë korrupsionin, ne nuk e durojmë nënshtrimin, ne nuk e durojmë krimin e organizuar, i cili plen vota për të shërbyer qeverisë, e më pas qeveria na shtyp ne për të shërbyer krimit organizuar. Ky shesh për 69 ditë është shkëruar në një vatër shprese, është shkëruar në një vatër e cila shpërndan dashuri të pafundme. Mos pari dashuri për jetën. Ne jemi këtu sepse duam një jetë më të mirë. Më pas ne jemi këtu sepse duam një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri që këta që për 35 vjet duke mbjell urrejtje, duke mbjell krime, korrupsion, nuk e kanë mundësuar, e vetmja gjë që kanë mundësuar masivisht është largimi shqiptarëve në diasporë. Kështu që shfrytëzoj rastin për të kujtuar se në 14, 15 dhe 16 gusht janë ditët e diasporës. Diaspora ka paralajmëruar se do t'i bashkohet t'i bulevardi në mënyrë masive në datat 14, 15 dhe 16